Ky është një moment historik. Sot, Shqipëria ka hapur pikërisht negociatat për adherimin në BE. Albania is pozitive është i mundur, dhe se BE-ja është problem të ndryshim pozitiv. Ky është suksesi juaj, i juaj si qeveri, i qytetarëve tuaj, i popullit tuaj që keni punuar kaq shumë. Who could have thought that we would be here today opening all clusters. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi e veçantë për mua të rikthehem përsëri këtu në teatrin Petro Marko dhe përsëri me një dialog, me një deklaratë dashurie drejtuar Europës. Fillimisht më duhet t'ju them që kryeministri Ramës i vjen keq, në momentin e fundit ai u pengua të vinte këtu me ne, sado që ky koncept dhe kjo ide për organizimin e këtij aktiviteti këtu ka lindur pikërisht në Vjenë, në një bisedë me të. Dhe më dha visto, më dha okej, certifikatën për të organizuar këta aktivitet, për të cilën duhet falenderoj shumë Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, veçanërisht Ministrën Erisa Spiropali dhe gjithë stafin e saj që u angazhua kaq shumë, Bashkinë e Vlorës, Universitetin dhe të gjithë aktorët politik, shoqëror, akademik të qytetit Vlorës. Ndoshta duket pak abstrakte që një ambasador në një shtet tjetër vjen dhe organizon diku një aktivitet. Nuk ndodh, normalisht, duhet të organizoj pikërisht në vendin që ka funksionet e tija, por ideja ishte pikërisht në Vjenë, kur mbasi Edi Rama më tha të mendoje për diçka për hapat që kanë ngelur. Unë patë në zhvillim një takim me Marta Kos, të cilët ju e pa disa herë këtu. Ajo ishte ftuar nga Ministri i Jashtme e Austrisë, Beate Meinreisinga, për të mbajtur një fjalim mbi Europën e të nesërmes, dhe ishte kënaqësia ime ku Marta Kos ju tha ambasadorëve, ministrës, që Shqipëria ka gati 92% optimizëm të popullatës për BE. Në bisedën Marta Kos, unë i fola për konceptet e Shqipërisë, rrugën e bërë, po ajo mbi të gjitha që Shqipëria ku investohet më shumë të Europa e së nesme si Europa e vlerave. Më kujtohet fare mirë, kur kam organizuar dhe aktivitetet tjera në Vjenë, Jacques Delors, presidenti i Komisionit Evropian, i cili një dialog
mbi të ardhmen e Europës në Budapest në vitin 1992 tha, ne do të jemi gjithmonë në gjendje të krijojmë një Europë të fuqishme ekonomike, një Europë burokratike, një Europë të institucioneve, për Europën e nesërme, në qoftë se do të mendojmë për Europën e të nesërme, ne duhet të kthejmë shpirtin e Europës, vlerave, identitetit përbashkët, të ndërtojmë një Europë të solidaritetit midis popujve që të njohin dhe të respektojnë vlerat e njëri tjetrit, dhe pikërisht ajo që Jacques Delors ka thënë para 34 vjetësh, po ndodh edhe sot. Europa është në kërkim të vetvetes. Europa po riformatohet për të ardhmen e saj. Dhe koha e sotshme po e tregon, ngjarjet e sotshme po e tregon, ngjarjet në Ukrainë po e tregojnë, ngjarjet në zhvillimin evropian po e tregojnë, prandaj edhe Europa është në kërkim dhe pikërisht ka qenë edhe kjo, po ta vini re në të gjithë takimet që Edi Rama, ministra Spiropali, zhvillonë për Europë, janë mbi Europën e vlerave. Unë kam krijuar sot një panel dinjitoz me në krye ministren Spiropali, për në vetjashme dhe Europës, raporterin për Shqipëri në Parlamentin Europian, cilën kam kënaqësi një mik prej 20 ca vitesh, ambasadoren e Francës, Catherine Suard, dhe ambasadorin Gabriel Ventura të Spanjës. I ftoj me kënaqësi të vinë këtu në panel. Do doja të fillojme me diskutantin e parë, me ambasadorin e Spanjës, Gabriel Ventura. Do doja jo pa qëllim me ambasadorin e Spanjës, për arsye se kjo sallë, ky teatr mban emrin e një personi i cili me historinë e Spanjës është tehet i lidhur. Më kujtohet shumë mirë kur ambasadori i Spanjës në Vjen, Aurora Mejia, në një kafe mëngjesi, më tregoi për Spanjën, bashkëpunimin ton, dhe unë i thash që ka një histori qytetit tim, Shqipëria, ajo nuk e dinte, që në luftën e Spanjës të krijimin e brigadave paqërojse ishin mbi 34 shqiptar atje. Ishte edhe dy më të rëndësishmit, ishte ai që vdiq shpejt, Mehmet Sheu, dhe ai që vdiq avash, Petro Marko. Teatri i Vlorës mban emrin e Petro Markos, i cili mori pjesë në luftën e Spanjës, ai që i deklaroi Spanjës dashurinë e tij më të madhe me romanin e tij Hasta la Vista, dhe ajo më tha që në vitin që shkoi dhe si vjet dhe këtë vit, Spanja kishte dy ngjarje të rëndësishme, siç ishte 50 vjetori i luftës së Spanjës, por kishte edhe 90 vjetorin e brigadave. Kështu që ne në vitin e kaluar në Vjen, në Institutin Cervantes, organizuam edhe një ngjarje në përkujtim të kësaj salle dhe kësaj emri që mban ky teatr. Por Gabriel Ventura sot është për të diskutuar për të ardhmen e Shqipërisë, si e shikon Spanja. Kemi një mbështetje të plot, të fuqishme të Spanjës, të kryeministrit Sanchez, rreth Shqipërisë, dhe unë prandaj kam thirrur këtu që ambasadori
të jap mendimet e tija opinionin spanjoll rreth integrimit dhe sa më shpejt të Shqipërisë në familjen e madhe europiane. Ambasador? Faleminderit, ambasador. Minister Spiropali, ambasador Velaj, ambasador Velaj, ambasador e Francës, e dashur Katerin, të dashur kolegë, zonja e Zotrinj. Për mua është kënaqësi që gjendem këtu dhe një nder të marr pjesë në këtë dialog si provë e asaj çfarë përmendi ambasadori, që është marrëdhënia e fortë e cila bashkon Shqipërinë dhe Spanjën. Do ta përqendroj sigurisht fjalën tek arsyeja për të cilën jemi mbledhur këtu sot, që është të diskutojmë çështjen më të rëndësishme për Shqipërinë në kohët aktuale, që është përfundimi i procesit për të bërë antare Bashkimit Evropian me shpresë në 2030-ën. Rruga deri tani ka qenë e gjatë dhe jo pa vështirësi. Shqipërisë ju dha statusi kandidat në 2014, megjithatë, për shkak të mungesës së ecurisë përparimit, pati një lloj frustrimi, jo për shkak të mos përmbushjes kushteve nga Shqipëria, por për shkak të një lodhjeje nga Bashki Evropian. Mund t'i kujtojmë fjalët nga ish-presidenti Juncker dhe komisioni i tij kur ai deklaroi që në mandatin e tij nuk do të kishte zgjerim. Në vitin 2022 u hasëm me një agresion të pajustifikuar kundër Ukrainës dhe kjo që e një zile zgjimi për Bashkimin Evropian. Zgjerimi nuk u perceptua më si një barre mundshme, por si një nevojë gjeostrategjike që do të sillte përfitime të qarta edhe për Bashkimin Evropian. Në fakt, në tetor 2022 u njoh deklarata e Granadës që parashikonte se zgjerimi i BE-s ishte një investim strategjik në siguri, në stabilitet dhe në prosperitet. Një dritare mundësie u çel për vendet e rajonit dhe Shqipëria në mënyrë vendimtare e kapi këtë mundësi. Përparimi ka qenë i jashtëzakonshëm dhe vitën e kaluar pam që u arrit çelja e të gjithë grup kapitujve urime Shqipëri. Kemi 2 vite kritike negociatash përpara nesh dhe Shqipëria duhet të vazhdojë të ecë në mënyrë vendimtare me procesin e reformave që ka nisur. Për këtë, Shqipëria do duhet të vazhdojë me përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë deri më tani, sidomos sa i takon grupkapitullit themeloreve, sundimit të ligjit dhe sidomos në fushat si reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Spanja i ka mbështetur këto përpjekje jo vetëm politikisht, por edhe në nivele praktike, kryesisht përmes projekteve të financuara nga BE-ja, si BE-ja për drejtësi dhe BE-ja për ready to continue supporting them with our experience and expertise whenever Albania sundimin e ligjit. Natyrisht që ne jemi të gatshëm të ndihmojmë sa herë që Shqipëria të mendojë që do të jetë dobishme për këtë qëllim. Kjo është fryma zonja e Zotrinj. Bashkëpunimi me 2 zëvendeve mike që ndajnë të njëjtin objektiv, që Shqipëria të bëhet sa më shpejt një antare e BE-s. Nevertheless, megjithatë, kjo nuk do të ndodhë se Bashkimi Evropian do t'ia dhurojë këtë Shqipërisë, por sepse Shqipëria e meriton me të drejtë përmes optikës të procesit bazuar në merit, mbështetur në përpjekjet e bëra nga qeveria, nga administrata, nga gjithë klasa politike në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe nga gjithë shoqëria. Edhe një herë ne inkurajojmë këto përpjekje. Siç të gjithë e dim, zonja ministre, megjithatë kjo është vetëm një pjesë e historisë. Përpjekjet tuaja që ne do t'i mbështesim, por pas përfundimit të negociatave me shpresë në 2027 duhet nënshkruar një traktat antarësimi që do të ratifikohet në 27 vende anëtare.
Traktati antarësimi vlen të përmendet që kryeministri Rama, që për fat keq nuk është këtu, por I kuptojmë arsyet. Pra ideja e kryeministrit Rama për të kufizuar kompetencat apo fuqitë e vetos për antarët e rinj, natyrisht nuk mund të jap një opinion zyrtar për këtë propozim, por mund të jetë diçka për të marrë në konsiderat, sidomos në kontekstin që duhet ta njohim të paktësisë të pamundësisë të BE-s për të çuar përpara reformat e nevojshme për të siguruar që organizatat funksionojnë në mënyrë efikase, ndërkohë që numri I antarëve rritet. Kjo është një çështje të cilën kryeministri I Spanjës e ka mbrojtur në mënyrë të vazhdueshme. Së dyti, për proceset e ratifikimit. Duam të jemi besim plot që do të ecin mirë në të gjitha shtetet anëtare, por duhet të jemi të vetëdijshëm që peizazhi politik në Europë po bëhet gjithmonë më kompleks, me një prani të dukshme të partive populiste në parlament, sidomos të së djathtës ekstreme, që mund të kenë tundime kundër zgjerimit, për të mos folur për faktin që në disa vende të BE-s mund të nevojitet mbajtja e referendumeve. Për këtë arsye, jam I bindur që në këtë fazë, ashtu siç ju, zonja ministre, në cilësinë tuaj të mëparshme si kryetare parlamentit, diplomacia parlamentare është më e rëndësishme se kur, dhe në rastin ton po punojmë ngushtë me ambasadorin shqiptar në Madrid për të rritur numrin e kontakteve midis dy organizmave tona legjislative. Përveç kësaj, është e nevojshme të vazhdohet punohet me opinionet publike në Europë në mënyrë që të zvoglojmë të gjitha ato perceptimet negative që qytetarët mund të kenë për zgjerimin. Në fakt, mos më keq kuptoni, nuk jam I shqetësuar për vendin tim Spanjën, që sipas sondazheve të fundit ka një nivel të lartë pranimi për zgjerimin mes qytetarëve, që do të thotë në spanjollë duam që Shqipëria dhe vendet e tjera të jenë së bashku në Bashkimin Evropian sa më shpejt të mundur, sepse ne si qytetar, jo vetëm qeveria, por dhe ne si qytetar ndjejmë se jo vetëm do të sjellim dobi, por edhe do të marrim dobi nga qytetarët shqiptar në Spanjë në një kuadër të përbashkët begatie. Megjithatë, kjo është një përpjekje kolektive, të cilit ndaj së cilës ne jemi të përkushtuar për të shpjeguar dobit për antarët, jo vetëm për antarët në vetvete, por për të gjithë Bashkimin Evropian. Më lini ta përmbyll, zonja ministre, të nderuar pjesëmarrës publikut, duke sjell në kujtes se këtë vit përveç 40 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Spanjës në 1986-ën, Spanja po kështu kremton edhe 40 vjetorin e antarësimit të Bashkimit Evropian. Për Spanjën, ky ishte një moment I shënuar që gjatë viteve ka ndihmuar të sjellë Spanjës konsolidim të demokracisë përparuar, një ekonomi të zhvilluar dhe një shoqëri moderne e të gjallë. Uroj sinqerisht që kështu do të jetë edhe për Shqipërinë, kur të bëhet antare BE-s, duke besuar që gjitha këto përpjekje do të sjellin frutet shkëlqyera në dobi të qytetarëve të këtij vendi të mrekullueshëm. Faleminderit. Shumë faleminderit ambasador. Diskutanti tjetër është Katrin Suat, ambasadore e Francës. Ajo ka mbajtur disa funksione në Ministrinë e Jashtme të Francës, po më shumë në sektorin e kulturës, politikave kulturore, ka qenë drejtore instituteve franceze dhe së fundmi në Greqi. Domethënë përmbush pikërisht atë që kemi thënë, ose që fillimisht e tha Jacques Delors, tha bashkojmë Europën nëpërmjet vlerave të saj nëpërmjet kulturës, ka qenë dhe slogani I punës time në për Europë. Por sot nuk është thirrur për të folur për politikat kulturore, është për më shumë për opinionin, rolin e Francës në mbështetjen këtë mbështetje maksimale që presidenti Macron I jep Shqipërisë, e cila është sot më shumë se vendimtare për hapat e fundit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E nderuar ambasadore.
Madame la Ministre, Zonja Ministre, yes, I will speak in French. do flas So you frëngjisht. need your headphones. Maybe. Yeah, because French is an official language also of the European Sepse Union. dhe and the frëngjishtja Parliament. është gjuha e Bashkimit Evropian. Dear Andres. Yes? E Parlamentit Evropian gjithashtu. Madame la Ministre, Zonja Ministre, Cher Elisa e Spirovali. dashur Elisa Spirovali, Monsieur le rapporteur, Zoti Andreas raportues Schieder, Andreas Schieder, Monsieur l'ambassadeur, Zoti Fatmir ambasador Belaj, Fatmir merci pour cette Velaj, initiative. faleminderit për këtë And iniciativë. chers collègues, and dashur cher koleg, Gabriel. Dhe i dashur Mesdames et Gabriel, messieurs. sigurisht, zonja dhe zotrinj. C'est un honneur Është d'intervenir një nder aujourd'hui të marr à vos fjalën côtés dans sot cette për belle kraj ville de jush në Vlora. këtë qytet të bukur të Et sous le soleil. Florës, në diell, Le soleil de l'Europe, bien sûr. dielli i Evropës, sigurisht. Et nous sommes, cette réunion témoigne de Kjo l'importance mbledhje dëshmon capitale për de rëndësinë ce kapitale dialogue të këtij au moment où dialogu l'Albanie s'apprête në momentin à kur franchir Shqipëria ses po étapes përgatitet décisives të kapërcej vers etapat notre më famille decisive drejt familjes sonë të Alors, comme je përbashkët. savais que Gabriel allait dire Siç e dija tout ce se qu'il Gabrieli fallait, do thoshte gjithçka et duhej je partage dhe complètement jam plotësisht të njëjtës mendje me të, jemi shumë të afërt në pozitën tonë ndërmjet Francës dhe Spanjës për mbështetjen e vërtetë ndaj je me suis dit Shqipërisë. que je n'allais pas répéter Mendova les se nuk do të përsërisja të njëjtat gjëra. que j'allais plutôt essayer Dhe de të përpiqesha më fort J'ai pensé que le titre de ce që forum titulli i këtij forumi që flet për disa hapa ende që duhen kryer deri në integrimin, do të më lejonte të zhvilloja temën e ecjes të hapave në fjalën time. il s'agit naturellement Sigurisht bëhet fjalë, ne jemi francezë, bëhet fjalë për ecje përpara dhe për të shkuar drejt qëllimit, atë të bashkimit të Evropës sonë. et tout d'abord il Së s'agit de pari reconnaître bëhet le fjalë të chemin njohim rrugën e përshkruar. dans sa trajectoire vers Në l'Union rrugtimin européenne. drejt Bashkimit Evropian, askush nuk mund të dyshojë se Shqipëria ka kryer hapa gjigant. De la réforme de la Nga justice, reforma e drejtësisë tek digitalizimi i shërbimeve, nga forcimi i institucioneve te modernizimi i ekonomisë, nga mbrojtja e qytetarëve te mbrojtja e natyrës, nga angazhimi për sa i përket stabilitetit dhe sigurisë son alignement tek harmonizimi me politikën e jashtme, arritjet e Shqipërisë në konvergimin e saj evropian janë të konsiderueshme. et ce sont ces Janë këto arritje që na japin besimin, ne të gjithëve së bashku, sepse të gjitha vendet anëtare kanë vendosur të hapin të gjithë kapitujt e negociatave që përshkojnë këtë rrugë. c'est de cette confiance Dhe pikërisht për këtë besim, presidenti i Republikës Franceze, Emmanuel Macron, erdhi të dëshmojë gjatë 2 vizitave të tij të fundit në Shqipëri. Këto vizita i dhanë marrëdhënies son dypalshme një ritëm të pandërprer, në fakt një ritëm të ngjashëm me atë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. car l'Albanie ne fait pas Sepse Shqipëria nuk bën vetëm ecën drejt Evropës, ajo e përshpejton apo më saktësisht ajo e shtrin hapin. en effet Në fakt, reformat e ndërmarra janë hapa të mëdhenj strategjik që e transformojnë në thellësi fizionominë e Shqipërisë, duke e bërë më afër, më familjare, më të përputhshme, më të lidhur, më të integruar me Evropën tonë. la France Franca e mbështet të dinamik integrimi gradual dhe meritën e saj transformuese. Në mënyrë që ky transformim të jetë efektiv, duhet të zbatohet në mënyrë të vendosur në çdo etapë. Franca synon plotësisht ta mbështesë këtë dinamik, sepse të kontribuar në të, ne do të zhvillojmë interesa të përbashkëta. Pikërisht për këtë ne kemi nënshkruar një marrëveshje ndërqeveritare në 2024, zbatimi i tij duhet të vazhdojë sërish. Atëherë cilat janë, sipas termave të zgjedhura për të forum, ata hapa të fundit që kanë mbetur për të hedhur. Të gjithë ata që bëjnë eci e din, kilometrat e fundit janë më të vështirët. Më të vështirët, por edhe më entuziazmuesit. Rrugtimi i antarësimit në Bashkimin Evropian nuk bën përjashtim. Ne po arrim në momentin kur rruga po bëhet më e vështirë, aty ku çdo hap matet nga indikator të saktë. Këto piketa nuk janë pengesa, por janë pika ngulitjeje të integrimit tuaj të ardhshëm. Ajo që është e thjeshtë është se këto indikator shënojnë një drejtim të vetëm. Nuk ka rrugë të tërthorta. Në
akin komunitar. Sa po indikatori miratohet, sa po hapi vendoset, ai duhet të jetë përgjithmonë i tillë. Është garancia e kësaj pakthyeshmërie që e bën Shqipërinë një partner në të cilin Franca dhe Evropa mund të mbështeten. Dhe lidhur me këtë, Franca është krenare që sjell ekspertizë dhe përvojë veçanërisht në fushën gjyqësore dhe dëshiroj që kjo të vazhdojë kështu deri në antarësim dhe më pas. Një mësim tjetër nga ecja. Në rrugë të vështirë është më mirë të qëndrosh i bashkuar për të mos ta humbur rrugën. Dhe për këtë, s'ka asgjë më të mirë se busulla strategjike. Evropiane, sigurisht. Rruga nuk është e mbrojtur nga stuhit. Përballë erave në drejtim të kundërt që përpiqen ta coptojnë kontinentin ton, renditja linjëzimi i Shqipërisë në politikën e huaj të jashtme, të përbashkët është busulla jonë më e mirë. Në këtë botë të paqëndrueshme, të jesh evropian është të jetë i parashikueshëm, besnik dhe i vendosur. Shqipëria tregon një qartësi shembullore, veçanërisht përballë agresionit rus në Ukrainë. Franca nuk haron gjithashtu forcën e angazhimit të Shqipërisë kur ishte në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Nuk ishte thjesht një vend, ishte një demonstrim. Ai i një kombi të aftë të çojë vlerat e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare në nivelin më të lartë. Kjo koherencë, kjo vendosmëri duhet të shënojë rrugën e brendshme të Shqipërisë. Në këtë detyrë, të gjithë aktorët dhe përshëndes tu antarët e parlamentit, të gjitha institucionet, të gjithë përbërësit e shoqërisë duhet të veprojnë edhe këtu së bashku dhe me përgjegjësi të plotë. Për ta mbyllur, do të lejoni të kujtoj një filozofi thelbësore të ecjes. Të mësosh në rrugë e sipër. Ky përshkrim i aki evropian, i aki komunitar, nuk është thjesht një përputhje birokrafike. Është një përvojë transformimi të thellë, duke e vijuar Shqipëria zbulon vetveten dhe thellon vizionin e saj për Evropën. Franca është për krajush, jo për të ju numëruar hapat, por si një partner rruge që e di se forca e një bashkimi nuk matet vetëm në ditën e nisjes dhe ditën e mbritjes, por në solidaritetin e lidhur në çdo kilometër të kryer së bashku. Le ta mbajmë gjithmonë në mend se Bashkimi Evropian nuk është një destinacion, pa ajo vetë është në lëvizje. Për ju, si dhe për ne, sot dhe nesër, bëhet fjalë të mësojmë duke ecur, të mbrojmë gjithmonë e më mirë vlerat tona, të forcojmë unitetin ton, sigurinë ton dhe sovranitetin ton. Faleminderit. Andreas Shida, vienez, një europian në mendje, në shpirt, në vepra, një mik i madh i Shqipërisë, biri një babai i cili po ashtu ka ndjekur rrugën e tij, ky të Tjatit, edhe ai një europian i madh, të cilin e kam njohur qysh në vitet 2000, erdhi në ambasadë përpara pak muajsh dhe më tha fate do jesh në orën 8. Parasysh se unë do marr avionin që ndisem për Bruksel, pim kafen e parë bashkë. Në bisedë sipër më tregoi për angazhimin e tij për atë luftën e tij të paepur për të mbrojtur të gjithë rrugën e Shqipërisë edhe kur kundërshtarët ishin skeptik. Dhe me atë punën e tij, me atë bindjen e tij mbronte gjithë këtë rrugën e madhe shqiptare drejt antarësimit të plot. Në 9 maj të 2007-ës, unë Vlorë në Universitetin Ismail Qemali kam organizuar aktivitetin e parë mbi Europën me titull Europa sa larg sa afërmes. Të ftuar ishte një paraardhës si Andreas Schieder, edhe ai raportues për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, kryetari i Komisionit për Ballkanin Hannes Svoboda, edhe ai një vienez.
Dhe ka qenë një diskutim vërtet frytëdhënës atëherë, por në fund, ajo që më kujtohet mua dhe më ka ngelur në mendje, është një pyetje që një student e universitetit i bëri në fund fare Anis Svobodës. Dhe pyeti, doktor Svoboda, kur mendoni ju se do të jetë hapi më i rëndësishëm i Shqipërisë? Etapa tjetër, Shqipëria sa kishte marrë stabilizim të asociimi një vit më përpara. Dhe doktor Svoboda ju përgjigj në përllogaritjet e mia dhe me sa unë kuptoj hapa të rëndësinë e zhvillimit ose gjithë këtë angazhim i Shqipërisë do të jetë 2014-2015. Dhe kjo profesie e doktor Svobodës doli në 2014, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat. Dhe unë kam ftuar këtu Andreas Shida për të treguar rrugën e Shqipërisë, vizionin e tij, por dhe një amëndësi. Kur mendon ai se Shqipëria do të hyjë vërtet? Good question, and I will try to answer it at the end. Good morning, everybody, and especially our dear minister. Dëshiroj të falenderoj ministrën e nderuar Elisa Speropalen, të cilën dëshiroj të falenderoj edhe për bashkëpunimin e ngrohtë që ne kemi dhe që ka filluar tashmë edhe sa i përket diplomacisë parlamentare. Por mendoj që kemi një bashkëpunim vërtet të shkëlqyer ndërmjet Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Shqipërisë, natyrisht edhe për Shqipërinë, dhe na vjen mirë që ajo tashmë është ministre e jashtme për Europën, pra dhe për punët e jashtme. Dëshiroj të falenderoj ambasadoren e Francës. Më vjen mirë që ajo foli në frëngjisht, që është zyrtare e Bashkimit Evropian, siç është gjermanishtja, gjuha ime anëtare. Por në fund do të gjejmë edhe përgjigjen për pyetjen e fatës dhe që sigurisht kur Shqipëria të bëhet shtet antar dhe Shqipja do të bëhet gjuhë zyrtare e Bashkimit Evropian, ashtu siç është edhe frëngjishtja, edhe anglishtja dhe gjermanishtja. Dëshiroj të falenderoj edhe ambasadorin spanjoll që është këtu me ne, sepse në fjalën e tij ai përmendi faktin që Spanja bën si vjet 40 vjet si shtet antar i Bashkimit Evropian, pra pjesë e asaj në aso kohë që quhej Komuniteti Evropian, dhe Jacques Delors ndryshoi projektin evropian në një projekt edhe më politik, duke e kthyer atë në Bashkimin Evropian. Spanja, gjithashtu, edhe gjatë jetës tonë, ka qenë kënaqësi që e kemi parë të bëhet shtet antar. Kemi ambasadorin e Suedisë dhe Suedia, Finlanda, dhe kanë qenë në të njëjtën valë që u bën shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për mua, edhe me qenë se isha një politikan i interesuar në marrëdhëniet me jashtë, çfarë ndodhte në BE, si po ecte BE-ja, ky ka qenë dhe mbetet projekti më i madh politik ndonjëherë, dhe është e rëndësishme që të vijojmë me këtë ide. Dëshiroj të falenderoj Fate Velajn, sigurisht. Ambasadorin më të mirë që mund të kishte Shqipëria dhe për Shqipërinë në Vjenë, sepse jo vetëm që është gjithnjë aktiv për çështje politike diplomatike, por edhe për ato kulturore, që do të thotë që e sjell Shqipërinë gjithnjë më pranë dhe në mënyrën më të mirë të duhur tek Europa. Dhe siç e tha edhe Fatja, është gjithmonë kënaqësi që ne ulemi pim një kafe bashkë, diskutojmë gjërat për Shqipërinë. Ndonjëherë nuk është thjesht vetëm një kafe, sepse kafe pasurohet edhe me raki, se na vjen edhe ndonjë raki, ndonjë gotë pastaj. Po sidomos mëngjeseve. Por është gjithmonë kënaqësi. Më lejoni të them që kjo ishte vetëm sa përhyrje, por bashkëshortja ime, për shembull, më thot kaq shpesh duhet të shkosh në Shqipëri, sepse sa herë kthehem nga Shqipëria, sjell edhe një 2 kg me vete në shtat, sepse ha goxha mirë kur vi në Shqipëri. Por që sigurisht rroba qepsi im është shumë i kënaqur sepse i bie që shkoj tek ai për ndonjë kostum të ri.
Pra, tashmë të bëhemi serios dhe më vjen shumë mirë që shikojmë kaq shumë miq nga politika, nga kuvende, kryetarë në bashkisë dhe më vjen shumë mirë sepse dhe unë vi nga një zonë malore. Pra për ne është shumë e rëndësishme që të jemi buzdetit në Bregdet si vlora juaj e mrekullueshme. Dhe në fakt që dje u lidha shumë me vlorën sepse edhe dje pata edhe fatin që të merja titullin doktor i Universitetit Ismail Gjemali. Pra, do të thotë që edhe unë duhet patjetër të tregoj rezultate sa i përket përpjekjeve të Shqipërisë rreth antarësimit në BE. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe u përmend pak a shumë edhe nga folësit e tjerë. Procesi i antarësimit të Shqipërisë është shansi i vetëm që ne kemi në këtë brez. Sigurisht që plotësimi i BE-s nuk do të përfundojë derisa Ballkani të jetë pjesë e tij, e në veçanti Shqipëria, e cila ka kaq kohë që pret në sallën e pritjes që të hyjë, pra të bëhet pjesë e BE-s. Dhe Shqipëria natyrisht vendosi që nga momenti që ju dha statusi i vendit kandidat, të ishte shumë shpejt të bënte shumë reforma. Dhe prandaj ne shikojmë mënyrën se si flitet në Bruksel, që është me fjalë të tilla si grup kapitulli, çelja e tyre, që nuk i kemi dëgjuar më parë, besoj as ju, ose miratimi atyre ligjeve në Shqipëri që na sjellin më pranë BE-s, por pavarësisht këtyre teknikaliteteve që janë shumë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, si zbatimi i reformës për luftën kundër korrupsionit, për sistemin gjyqësor, ose reforma që modernizojnë ekonominë, administratën publike që sjellin më shumë transparencë tek media, apo një sistem arsimor edhe më modern e më të mirë, këto janë vetëm mekanizme, sepse antarësimi në BE do të thotë që të keni një standard jetese, sidomos për të rinë, që të sjell të gjitha përfitimet si dhe sfidat natyrisht, por edhe përgjegjësitë që ka çdo kush që është qytetar i BE-s. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme, ose më saktë integrimi në BE nuk është vetëm projekt i qeverisë, po është projekti të gjithëve ne, i të gjithë shoqërisë, i biznesit, i atyre që janë të punësuar, të vetë punësuar, i studentëve, i nxënësve, i mësuesve, pedagogëve, i çdo kujt, prandaj të gjithë duhet të flasin për këtë projekt. Çfarë po ecën mirë, çfarë nuk po ecën mirë, çfarë duhet bërë. Për këtë arsye jam shumë i kënaqur që ne këto diskutime nuk i dëgjojmë tashmë vetëm në Bruksel, apo në Parlamentin Evropian, apo vetëm në Kuvendin e Shqipërisë, por edhe këtu në Vlorë, në teatrin tuaj Petro Marko. Pra, kjo është vërtet ëndër e cila në vitet 90 edhe kur ne Austria u bëm shtet antar, këtë ëndër kishim në fund të fundit, këtë ëndër kishim në mendje, në zemër, këtë ide që unë e gjej në Shqipëri, që të bëhemi pjesë e një të ardhmeje moderne, dhe për këtë po luftojmë së bashku. Sepse unë besoj që zgjerimi nuk është vetëm një përpjekje për Shqipërinë, por është edhe një shans shumë i mirë edhe për Bashkimin Evropian. Prandaj më lejoni t'ju falenderoj për organizimin e këtij aktiviteti dhe natyrisht mund në kërsëri do të ndjek debatin. E shoh që Shqipëria ka bërë goxha shumë, ka ende disa gjëra që duhet bërë, po ndërkohë që edhe bota ndryshon, dalin edhe gjëra të reja që duhet të zgjidh politika. Kështu që besoj tashmë duhet t'ju jap edhe përgjigjen për pyetjen që bëri Fatja. Kur do të bëhet Shqipëria shtet antar? Atëherë, unë them që Kuvendi i Shqipërisë dhe Qeveria e Shqipërisë kanë bërë punë shumë të mirë, kështu që nëse plani vazhdon me të njëjtin ritëm dhe fillojnë të mbyllen kapitujt që është parakush dhe kjo të bëhet shumë shpejt, pra në rast se vazhdon në njëjtin ritëm dhe reformat bëhen në shoqëri dhe përmirësojnë jetesën, atëherë ka një shans mundësi shumë të mirë që në fund të kësaj dekade, se dështa shekulli, por në fund të kësaj dekade, 10 vjeçare, të mendojmë pra se si do dalem. Dhe përmend këtu dhe komunikimin, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për në Shqipëri, por edhe në Europë, që në fund të viteve 2020, pra për këtë shekull, po fundin e viteve 2020, pra 2030. Sa më shpejt, aq më mirë, në fakt nuk është se dëshiroj të përmend një datë specifike, por unë them që ne në Parlamentin
Parlamentin Evropian mandatin e kemi deri në 2029. Dhe unë tani jam relator apo raportuese për Shqipërinë në Komisionin e Çështjeve të Jashtme. Dhe ajo që do doja më shumë se gjithçka është që si relatori për Shqipërinë të komunikoj dhe t'ju them për shkak që Shqipëria tashmë do të bëhet shtet antar gjatë këtij mandati deri në 2029. Besoj që e lash të kuptohet se çfarë data mendoj unë do të jetë data kur Shqipëria të bëhet shtet antar. Faleminderit. Më qartë dhe më sakt, Andi Shida nuk mund të ishte, ashtu si që edhe e njo. Për para pak kohësh këtu, disa vitesh këtu, kam pasur organizuar një aktivitet, Europa fillon të pragu i shtëpisë tënde. Dhe ajo që la të kuptohet që antarësimi nuk është thjesht vetëm një proces i qeverisë, nuk është thjesht një proces i ministrive, i kryeministrit, po i gjithë neve. Ne nuk mund të flasim gjithmonë për një identitet, për një të kaluar të përbashkët europiane, nëse ne secili prej ne nuk do të angazhojë në atë fushën e tij, të bëjë ato pak hapa që ka për të bërë, të cilat do të sjellin në atë rrugtimin e gjatë. Mua më duhet të them se pasardhësi, diskutanti i fundit që do të baj edhe një pledoje, në emër të gjithë asaj që qeveria shqiptare ka kryer dhe po që ka dhe hapat e fundit të Shelisa Spiropali. Mua më duhet të them sinqerisht, kjo nuk ka të bëj fare me miqësinë apo nuk ka të bëj fare me simpatin për punën e saj, ka të bërë për një realitet i cili është më së i dukshëm, që kur ka ardhur kemi një angazhim total të gjithë ambasadat që janë në përballë, që të gjitha në rekord, të gjitha raportojnë, të gjitha japin opinionet e shteteve të tyre mbi zhvillimet në Shqipëri, po dhe me zhvillimet në Europë, po dhe në botë, dhe kjo ka kthyer gati Ministrinë e Punëve të Jashtme për Europën dhe Punëve të Jashtme në një kantier të madh ku vetëm punohet, vetëm raportohet, dhe jam më së i bindur që jemi në rrugën e duhur, jemi në atë strasen kryesore për t'ju ofruar sa më shpejt jetë e mundur Bashkimit Evropian, dhe unë falenderoj për gjithë atë angazhim, për gjithë strategji që ka krijuar për këtë staf që sot ka ardhur këtu dhe me dashuri më të madhe ka krijuar këtë panel, këtë platformë dhe i ftuar e nderuara zonja ministre. Mirë, i dashur Fate, po e nisë kështu, me që prezantimi që bën ti na skuq më shumë se ajo ngjyra e kuqe që hedh me penel në pikturat e mëngjesit të hershëm, të cilat i ndanë me të gjithë trupën tonë diplomatike, Ministrinë e Europës dhe Punët e Jashtme dhe gjithë tjerët. Ne e dim që Fatja është ambasadori që zgjohet më herët dhe flë më vonë. Të nderuar ambasador dhe miq, i dashur Andreas, të dashur miq, të ftuar, është kënaqësi të jem sot në Vlorë për të folur për një temë që nuk i përket vetëm të ardhmes tonë, por edhe të tashmes tonë, integrimit evropian. Nuk është rastësi që flasim për Europën këtu në Vlorë, në qytetin ku lindi shteti shqiptar, në pikën ku Shqipëria është fizikisht më pranë Europës, në vendin ku historia jon kombëtare dhe gjeografia jon europiane takohen natyrshëm. Integrimi nuk është më një premtim, as një slogan, as vetëm një flamur. Është një proces që po zhvillohet me rezultate të prekshme dhe me përgjegjësi të përbashkëta. Për një kohë të gjatë, Shqipëria është parë si një vend që kërkon me ngulm të hyjë në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria është një vend që po përgatitet seriozisht për të qenë pjesë e tij. Dhe kjo është një diferencë thelbësore. Në vetëm 13 muaj, nga tetori 2024 deri në nëntor 2025, fal një vizioni të qartë, pune të ditëpërditshme, përpjekje të përbashkëta dhe një koordinimi të vendosmërisë politike me aftësinë institucionale, kemi hapur së bashku me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare 33 kapitujt e negocimit. Gjatë muajve të fundit, si asnjëherë më parë, me këtë ritëm kemi punuar me ngulm për të arritur sa më parë piketat e ndërmjetme për themeloret. Pak ditë më parë, në Parlamentin e Shqipërisë u miratua paketa e fundit legjislative
duke i dhënë procesit peshën dhe seriozitetin që kërkon e meriton, për avancimin sa më parë të fazës vijuse, edhe më kërkuese, edhe më sfiduse, atë të fillimit të mbylljes së kapitujve. 2026 është vit vendimtar për objektivin ton strategjik për mbylljen e procesit teknik të negociatave brenda vitit 2027. Këto nuk janë fakte të thata apo tregues statistikor. Janë një sinjal politik. Shqipëria ka ndërtuar kapacitetin për të ecur me ritmin e Bashkimit Evropian dhe besimin për ta merituar bashkimin me familjen tonë natyrale me Europën. Reformat që kemi ndërmarrë nuk janë të lehta. Janë reforma që prekin drejtësinë, administratën, luftën kundër korrupsionit, ekonominë, standardet, mënyrën se si funksionon shteti dhe shoqëria shqiptare. Por këto reforma nuk janë bërë për të kaluar një provim evropian. Janë bërë sepse Shqipëria e ka nevojën, e po ndërton jo pas sfida, një shtet më të drejtë, institucione demokratike e të qëndrueshme, një ekonomi më të hapur e më konkurruese, me më shumë mundësi e mirëqenie për të gjithë qytetarët e saj. Dhe kjo është arsyeja pse sot mund të themi se integrimi nuk është vetëm aspirat. Është një proces i mbështetur në kapacitet real shtetëror dhe shoqëror. Po të kthehemi pas në kohë, nuk jemi larg nga një Shqipëri që ishte për shumë kënd një vrim me zezë në hartën e Europës. Shumë nga ne që kanë studiuar jashtë e dinë mirë se çdo të thotë të shihet pasaporta me dyshimin më të madh apo të trajtohesh si qytetar i botës tretë. Një qorsokak gjeopolitik, një vend i izoluar, i paqartë për të ardhmen e vet. Sot Shqipëria është një vend lider në rajon, dhe nuk e themi për konvencion, një vend i respektuar në botë, një vend që flet dhe dëgjohet në tryeza ndërkombëtare. Ky transformim nuk është rastësi, është rezultat i vizionit, i vendosmërisë dhe udhëheqësisë së Edi Ramës, zgjedhjeve politike, i reformave të vështira dhe i një orientimi strategjik e pa ekuivok drejt Europës. Por integrimi nuk është vetëm çështje e Shqipërisë, është edhe çështje e vetë Europës. Në një moment kur rendi ndërkombëtar është në tension, kur siguria europiane vihet në provë dhe ku besueshmëria e projekteve politike matet me rezultate, zgjerimi nuk është luks, është domosdoshmëri strategjike. Ballkani Perëndimor nuk është periferia e Europës, është një nga pikat ku përcaktohet nëse Europa është projekti që zgjeron stabilitet apo projekti që mbyllet në vetvete. Në këtë kontekst, Shqipëria nuk kërkon thjesht të hyjë në Bashkimin Evropian. Ajo kërkon të kontribuojë në të, me dinjitet. Ne jemi plotësisht të linjëzuar me politikën e përbashkët jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Jo sepse na kërkohet, por sepse besojmë se siguria dhe orientimi ynë janë të pandashëm nga Europa. Nga mandati ynë në Këshillin e Sigurimit në OKB, tek angazhimet tona NATO dhe në formatet europiane, Shqipëria ka treguar se nuk është vetëm përfituese e stabilitetit dhe sigurisë, por dhe prodhuese e tij. Kjo është mënyra jonë për të qenë europian, përpara se të jemi zyrtarisht antar. Integrimi nuk është vetëm proces qeverish, është proces shoqërish. Sot, miliona shqiptar jetojnë, punojnë dhe studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ata nuk janë spektator të projektit evropian, ata janë pjesë aktive e tij. Dhe këtu duhet ndalem posaçërisht tek të rinjt, sepse për ju Europa nuk është vetëm destinacion. Është një hapësirë mundësish për studim, për punë, për sipërmarrje, për ide, për inovacion, për transformim, për modernizim. Suksesi i Shqipërisë në rrugtimin evropian do të thotë më shumë liri lëvizjeje, më shumë akses në programe arsimore, më shumë mundësi për të ndërtuar jetën tuaj pa u larguar nga vendi juaj. Por kërkon edhe diçka nga ju. Kërkon që Shqipëria të mos jetë vetëm një shtet që negocion kapituj, por një shoqëri që respekton rregulla, që beson te institucionet, që i falet meritës, që përbuz korrupsionin dhe abuzimin, që ndërton besim, që merr pjesë në proceset transformuese të vendit. Shoqëria civile
të rinjt, si përmarrësit, akademikët, media, grupet e interesit, gjithë, po ashtu janë pjesë e këtij transformimi. Sepse integrimi nuk matet vetëm me kapituj të mbyllur, por me standarde të përditshme jetese dhe qeverisje. Prandaj hapat që kemi përpara nuk janë vetëm teknik, janë politik, janë vendime që kërkojnë vullnet nga të dy anët. Shqipëria ka nevojë për Bashkimin Evropian, por dhe Bashkimi Evropian ka nevojë për Shqipërinë, për një Ballkan perëndimor të ankoruar fort në Europë, për një partner që ndan vlera dhe përgjegjësi, për një zgjerim që forcon dhe jo që dobëson projektin evropian. Sot në Europë ka dhe zëra që nuk duan zgjerim dhe duan ta ndalin zgjerimin dhe Bashkimin e Europës. Ka forca që duan të mbyllin dyert. Kjo do të thotë se për ne betejë nuk është vetëm teknike, është politike, është morale. Kjo është arsyeja sepse sot më shumë se kurrë kemi nevojë të bashkohemi për ëndrrën tonë historike, për interesin tonë kombëtar dhe për të ardhmen e të gjithë të rinjve dhe fëmijëve tanë. Të mos i japim askujt, brenda dhe jashtë Shqipërisë, mundësi për keqdashje. Të mos lejojmë të dërtohet një frym kundër Shqipërisë, një narrativ që nuk bazohet te realiteti ynë. Të mos lejojmë të gjithë bashkë të dëmtohet ajo që kemi ndërtuar me shumë mund. Marrëdhënia që ne synojmë nuk është marrëdhënie periferie, është marrëdhënie bashkëpunimi, jo pritje, por bashkëndërtimi. Në këtë kuptim, ata janë hapa të fundit, siç ka shkruar Fate këtu, e siç Ministria e Jashtme i ka vënë vulën, duke u nisur edhe nga një libër i tij i mëparshëm, 100 hapa drejt Europës. Fate me hapat dhe me Europën e ka pasur punën e tij gjithë jetën, por këto nuk janë vetëm hapat e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, janë dhe hapat e Bashkimit Evropian drejt një Europe më të plotë dhe më të sigurt. Kjo është arsyeja pse ne e shohim integrimin jo se një vijë përfundimi, por si një proces transformues që na afron gjithnjë e më shumë me përgjegjësi, në standarde, me kontribut të përbashkët për ta mbajtur Europën të begat, hapësirë të lirisë dhe të paqes dhe për ta bërë edhe më të fortë, edhe më sigurt Shqipërinë dhe Europën. Faleminderit shumë. Faleminderit e dashur Elisa, e nderuara zonja ministre. Pak a shumë këto ishin temat që u diskutuan dhe po mua më lejoni pak në fund të them dy fjalë për ambasadën tonë, e cila në Vjen ka kaluar në një sharm ofensiv, në një sharm diplomati. Një diplomati në fitimin e zëmrave, ku diplomati ambasadori nuk e ka më luksin e diplomatëve të ambasadorëve kohëve më para që mbanin pamjen e njeriu të vrendur për të thënë që për të dukur serioz, apo atyre lloj ambasadorëve që flisnin pak për të dhënë të tjerëve të kuptuar me muaj ke fjalët e shkurtra. Sot, në këtë kohë të kaq dinamike, ambasada e Shqipërisë në Vjen ka marrë rol të rëndësishëm në krijimin e bashkëpunimit jo vetëm me institucione, por edhe atë ndërdiplomatik. Një cërë iniciativash. Ambasada është kthyer në një galeri të artit modern, një tet modern, apo në një galeri Marian Goodman, galeri që o t'i pëlqente Edi Rama stadionte. Diplomat, personalitete, funksionar të Ministrisë Jashtme të Austrisë, të Kryeministrisë vinë, informohen. Kemi një dialog midis ambasadave, një ure quajtur kulturësh, një nga më të rëndësishme që ne krijuam. Bashkëpunimi midis ambasadave me njëri tjetrën në mënyrë që trupi diplomatik të informohet dhe nëpërmjet trupit diplomatik shkëmbime kulturore të afrojmë komunitetet tona sa më afër njëri tjetrit. Në Vjen jetojnë spanjollë, jetojnë francezë, jetojnë nga shtete të ndryshme nëpërmjet një bashkëpunimi kulturor që ne kemi iniciuar, sjellëm dhe komunitetet tona me njëra tjetrën, krijojnë njohjet, krijojnë partneritete, krijojnë shkëmbimet të eksperiencave apo të vlerave më të mira dhe kështu në këtë mënyrë ne bëjmë sa më të njohur komunitetet tona. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë ka dhe partneritetet me bashkitë. Bashkia e Vlorës me Bashkinë e Salzburgut, që jemi duke iniciuar. Po thua Salzburgut do të thosh që të kesh kujtesën europiane, Mozart, apo që
tjerë personalitete. Shkëmbime ekonomike, që i kemi inicuar, por gjithashtu dhe shqiptarët. Ata shqiptarët pak rëndësi nëse janë akademik, janë personalitetet të larta, janë profesorë universitet, apo janë punonjës. Po që në atë komunitetin e tyre aty ku jetojnë, pak rëndësi ka nëse fshat apo është qytet i madh, po kanë një vend një emër të respektuar dhe ne si ambasadë kemi krijuar një iniciativë të shkojmë pikërisht aty ku ata jetojnë, në bashki, të ngrejmë flamurin ton kombëtar me flamurin austriak, ta evidentojmë, të themi, ky djali këtu që ka krijuar një emër të mirë, të respektuar, që të thonë atje në atë qytetin të thotë, ja dhe gute Albana dhe se në supem. Ky shqiptari që jashtëzakonshëm i shkëlqyer. Pak rëndësi ka nëse ai është punëtor fabrike apo jo, por fëmijët e tij janë integruar, fëmijët e tij krijojnë një emër dhe ai ka krijuar një emër të mirë. Dhe ne shkojmë, i themi faleminderit atje përpara bashkisë dhe krijojmë urat e bashkëpunimit. Dhe jam se i bindur që kjo është edhe rruga e duhur që secili me atë hapin e tij të krijojë një mënyrë sa më efikase për kthimin e kokës dhe të respektit për gjithë të punë të madhe që Shqipëria bën. Sot, në arritjen e qëllimit, të cilën në një konferencë në Universiteti Ismail Qemali në mars të 2015 e kam quajtur Europa, qëllimi është rruga. Atëherë nuk u kuptua mirë qëllimi është rruga, sepse më thanë rruga është qëllimi, por unë e kam mëse të qartë që njeri që ka një qëllim, ndjek dhe një rrugën e duhur. Po unë se pa qëllim, vazhdon ku të ru dhe nuk e di ku përfundon. Kështu që ne, me këtë takimin e soqëm, dham një ndimes, bëm 2-3 hapa, falenderoj trupin diplomatik, të dashur koleg, të dashur pjesëmarrës të panelit, shumë të dashur zonja Zotrinj, shumë falenderit. Ju jam mirënjohës që pranuat ftesën për të marrë pjesë dhe jam ose i bindur që secili nga ju do të marrë njerëzit e tyre jashtë shtetit, edhe do të thotë 2-3 gjëra të cilat do të ndihmojnë në perceptimin akoma më të mirë të Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kjo ishte, shumë faleminderit. Mirupafshim. Në takimin tjetër do të jetë, takimi tjetër do të jetë në tetor, doktor Hannes Svoboda ka marrë qytetar nderi i Vlorës, do të kemi presidentin e parlamentit të Vjenës dhe krijimin e Urban Forum në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës. Shumë faleminderit.